dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për gjithë ju që s'më njihni, unë jam Lori dhe si gjithmonë do të jem këtu me ju për t'ju treguar një histori të vërtet krimi. Nëse jeni të apasionuar pas historive true crime ose misterioze si puna ime, atëherë ju rekomandoj që të bëni një subscribe për të qenë gjithmonë të azhurnuar mbi video të reja. Ju kujtoj që qëllimi i këtij kanali është informativ dhe jo gjykues ndaj personave që marrin pjesë në këtë histori. Krista Pike lindi më 10 mars të vitit 1976 nga prindërit e saj, Glenn Pike dhe Carissa Handsome. Kur Krista lindi me dëmtim të trurit dhe keqformim të tij. Thuhet që kjo gjë ndodhi për shkak të alkoolit që konsumonte nëna e saj gjatë shtatzanisë. Megjithatë, nëna e saj gjithmonë ka mohuar që kishte konsumuar alkool gjatë shtatzanisë, por ishin mjekët ata që konfirmuan që kur Krista lindi me sindromën e alkoolit fetal, që kjo gjë do të shkaktonte kriza epileptike që në fëmijëri. Krista në fakt nuk pati kurrë një fëmijëri të lumtur. Nëna e saj më vonë pohoi që kishte qenë një nënë e keqe dhe për shkak të neglizhencës së saj, vajza e saj kishte arritur në atë pikë. Ajo në fakt kishte pasur gjithmonë marrëdhënie të shumta me burra të ndryshëm që hynin dhe dilnin në jetën e Kristës. Por nga ana tjetër dhe Jati nuk është se ishte një person, le të themi, shumë angjëllor, pasi ishte shumë i ashpër dhe shumë agresiv me Kristën. Gjithashtu thuhet që të gjithë burrat që vinin në shtëpinë e Kristës, përveç se kryenin marrëdhënie intime me nënën e Kristës, gjithashtu abuzonin dhe me të. Pra, në një farë mënyre, Krista që në fëmijëri ishte abuzuar nga të gjitha anët. Kur Krista ishte 18 vjeç, ishte abuzuar nga 7 anëtar të familjes dhe kishte përjetuar 3 sulme seksuale nga 3 persona të ndryshëm. Në moshën 10 vjeçare, Krista mori një shishe me Tylenol dhe u përpoq të flinte për mos u zgjuar më. Pas këtij episodi u diagnostikua me depresion. Në fakt, i vetmi person që donte Krista jashtëzakonisht shumë ishte gjyshja e saj. Por, kur ndroi jetë dhe gjyshja e saj në moshën 12 vjeçare, Krista tentoi të vriste veten. Më pas, Kristës ju diagnostikua çrregullim bipolar dhe sindroma e stresit post-traumatik, por sërish nuk mori trajtimin e duhur. Në vend të ndihmës, ajo ndëshkua për sjelljet e saj. Edhe pse rekomandime nga profesionistë të shëndetit mendor kërkonin trajtim urgjent për të, askush nuk mori hapa konkret. Shumë njerëz thonë që Krista nuk pati kurrë një shans të vërtet në jetë, por një mundësi e artë ju ofrua në vitin 1994, kur ajo u pranua në programin Job Corps në Knoxville në Tennessee. Job Corps është një program qeveritar për të rinj nga mosha 16 deri në moshën 24 vjeç, ku ata mund të jetonin, mund të edukonin, mund të merrin një arsim, mund të merrin një zanat. Por në fakt, ky lloj programi ishte orientuar vetëm për njerëzit në nevojë. Dhe nga ana tjetër, Krista ishte kandidatja perfekte, pasi ishte e varfër, kishte nevojë për ndihmë dhe mbi të gjitha kishte kaluar një të shkuar, pra shumë të vështirë. Sipas një artikulli në gazetë, godina ku ndodhej qendra e Job Corps ishte një model i vjetër në qytet, ishte e rrethuar me një garth me tela. Edhe pse thonin që nuk ishte qendër riabilitimi, mjedisi gjante më shumë me një burg. Megjithatë, Krista merrte ushqim 3 herë në ditë, këshillim dhe trajnime profesionale. Por problemi ishte se aty mblidheshin shumë të rinj që kishin sfida të ndryshme, kishin të kaluar të ndryshme dhe në fakt e bënte ambientin paksa toksik. Sipas 2 vajzave që kishin njohur Kristën, thonë që Krista përpara se të hynte në atë program kishin qenë një vajzë shumë e sjellshme, një vajzë shumë e qetë. Por ndryshoi brenda 2 javë sepse njohu një djalë i cili quhej Darli dhe ishte 17 vjeç dhe sipas thashëthemeve thuhet se Darli merrte pjesë në rite satanike dhe okultizëm. Krista filloi që të mbante edhe një varse me një pentagram të vogël prej argjendi dhe u bë shumë posesive kundrejt të dashurit të saj. Dhe nga ana tjetër nuk i interesonte më fare programi që po merrte. Dhe mbi të gjitha u bë shumë xheloze për një shoqen e klasës së saj, një 19 vjeçare e cila quhej Colin Slammer, pasi mendonte që Colin dëshironte t'i merrte të dashurin. Por Colin gjithmonë e kishte mohuar këtë gjë dhe mbi të gjitha dhe miqt e Kristës mundoheshin ta bindin Kristën që në fakt mes tyre nuk kishte asgjë më shumë se sa një shoqëri e pastër. Colin ishte shumë ndryshe nga Krista. Ajo ishte nga Florida dhe ishte një vajzë shumë ambicioze, ishte e motivuar, donte të përfitonte nga programi dhe mbi të gjitha ishte e vendosur që të merrte diplomën dhe më pas të vazhdonte me aftësitë bazë kompjuterike që në vitet 90 ishte një gjë jashtëzakonisht shumë e madhe. Por Krista nuk e honepste fare atë dhe filloi që të planifikonte më të paimagjinueshmen.
ajo, së bashku me një shoqen e saj, Shadolla Peterson, vendosin që ta çonin Colin në një zonë të braktisur të kampusit që më pas të hakmerreshin pasi në një farë mënyre Krista ishte e bindur që ajo do t'i merrte të dashurin e saj. Më 12 janar të vitit 1995, Darli, Krista dhe Shadolla i thanë Colin që kishin marijuan dhe donin që ta ndanin me të si ofertë paqeje. Ato kishin planifikuar që të shkonin në pyll, të konsumonin marijuanën dhe më pas të pajtoheshin që të gjithë. Por në momentin që mbërritën atje, Shadolla u tërhoq pas për të bërë roje. Por Darlin dhe Krista filluan që të arrinin Colin për rreth 30 minuta deri në 1 orë. Colin kishte ardhur në Job Corps për të marrë aftësi kompjuterike, për të ndryshuar jetën e saj. Por në vend të kësaj, ajo u rra dhe u torturua. Thuhet se Krista dhe Darli kishin përdorur gur, kishin përdorur copa betoni për ta goditur atë, dhe mbi gjitha dhe një hap sekutish për të qartë trupin e saj. Dhe gjatë gjithë këtij sulmi, Colin përpiqej duke u mbrojtur me gjithë forcat e saj dhe i thoshte Kristës që të ndalonte dhe mbi gjitha i thoshte që nuk do t'i tregonte askujt, do të largoheshte për në Florida dhe ajo nuk do ta shinte më kurrë atë. Por ata nuk ndaluan në asnjë moment. Gjatë gjithë aktit, Krista qeshte me të duke i thënë që tashmë është shumë vonë, tashmë kemi shkuar shumë larg dhe më duhet të të vras. Darli i gdhënë një pentagram në gjoksin e Colin, ndërsa nga ana tjetër Krista mori një gur të madh dhe e goditi në kokë dhe mbi gjitha mori një pjesë të kafkës së Colin dhe e mbante si suvenir. Dhe në një artikull që kam lexuar, thuhet që atë pjesë të kafkës që ajo mori e përdorte si luk për të ngrënë. Pentagrami që ishte gdhendur në gjoksin e Colin i çoi hetuesit të dyshonin tek satanistët e Job Corps dhe mbi gjitha morën vesh që Krista ishte mburrur shumë për aktin që kishte kryer në gjithë shkollën e saj. Kur kontrolluan regjistrin, vunë re që 3 prej tyre kishin dalë në të njëjtën orë, por vetëm 2 ishin kthyer më pas dhe brenda 36 orëve, Krista, Darli, Shadolla u arrestuan. Hetuesit mbi gjitha gjetën copën e kafkës në xhepin e xhaketës së Kristës dhe gjatë kontrollit u gjet një kopje e Biblës satanike në gjërat e Darlit. 13th, police recovered Slemmer's tortured body behind the abandoned steam plant at the University of Tennessee. Within 1 day, they arrested Job Corps students Shadolla Peterson, Daryl Shipp, and Krista Pike. She was the ringleader out of the bunch. Pike and Shipp were in a relationship with each other and the occult, and recruited other Job Corps students to Satan. Kur Krista u mor në pyetje, menjëherë rrëfeu gjithçka. Por mënyra se si rrëfeu ishte shumë me habitshme për hetuesit, pasi qeshte gjatë gjithë kohës, ishte entuziazmuar dhe tregonte historinë me një pasion të papar, pra ishte shumë e lumtur për atë që kishte bërë. Dhe mbi gjitha e merr të gjithë fajin për vete duke thënë që donte të shpëtonte të dashurin e saj dhe shoqen e saj. Por nga ana tjetër, ato të 3 u arrestuan dhe u akuzuan për vrasje të shkallës së parë. Gjatë gjyqjet të saj, prokuria kishte një rast shumë të fortë për shkak të rrëfimit të Kristës. Familja Colin ishte thellësisht e tërnditur kur pan Kristën në sallën e gjyqit duke qeshur dhe duke u sjellur sikur të ishte një festë. Pasi Colin kishte shkuar në atë shkollë për të ndrequr jetën e saj, për të pranuar një farë mënyrë në shoqëri, por pati një fund tragjik dhe mund ta imagjinoni se sa të shkatëruar ishte familja e Colin kur panë që Krista në sallën e gjyqit ishte shumë e qetë, ishte shumë entuziazmuar për atë që kishte bërë. Not only did prosecutors have a cheerful confession, police found a keepsake from the killing. She had a piece. Më 22 mars të vitit 1996, vetëm pas disa orësh diskutimi, Krista u shpall fajtore për 2 vrasje dhe më 30 mars u dënua me vdekje në karrigen elektrike, por do të ekzekutohej duke filluar nga 12 janari i vitit 1997. Por historia nuk mbaron këtu. Pas dënimit që mori, Krista ishte jashtëzakonisht shumë e lumtur, pra nuk kuptonte një farë mënyrë se çfarë kishte bërë dhe çfarë po e priste. Dhe mbi gjitha i shkroi dhe një letër të dashurit të saj. Dhe në letër shkruaj pikërisht kështu: "Më mungon shumë. Ja çfarë marr në këmbim, çu përpoqja që të jem e mirë me atë lavire. Nja shtypa kokën që të vdiste shpejt. Në vend që ta lija të vuante më shumë. Dhe më pas çfarë? Më vun një karrige elektrike. A nuk është kjo një çmenduri? Çmenduri ishte ajo që bëri Krista, apo çmenduri ishte dënimi që mori Krista dhe Krista nuk e kupton fare, pasi nëse do të kuptonte nuk do t'i shkruante ato fjalë të dashurit të saj. Dhe në vetvete po ta mendosh, e gjithë kjo histori është një çmenduri e gjallë.
Më duket se përdora shumë shpesh fjalën çmenduri tani, por gjithsesi le të vazhdojmë. Krista disa herë u përpoq të apelonte, por më pas tërhiqej dhe mbi të gjitha i shkroi një letër gjykatësit duke i thënë që ju lutem më ekzekutoni, dhe në fakt data ekzekutimit u vendos më 19 gusht të vitit 2002. Por në vitin 2001 Krista u fut përsëri në telashe pasi u përpoq që të mbyste një nga të përgosurat e tjera duke përdorur lidhset e këpucëve. Gazetat nga ana tjetër publikuan telefonatën që Krista kishte bërë me TJ-mën pas sulmit të kryer dhe i tregon TJ-mën se si ja kishte lidhur lidhsen e këpucëve pas fytit, se si asaj i kishin dalë syt vëndit, shkum nga goja, dhe kur tregon historinë, Krista e tregon si gjithmonë duke qeshur pa asnjë pendim, dhe madje i thot nënës së saj që tashmë e di ndryshimin mes një vrasje me paramendim dhe asaj që kishte ndodhur me Colin. Për këtë ngjarje të re, Krista u dënua për vrasje me tentativë të shkallës së parë në gusht të vitit të 2004 dhe për këtë arsye ekzekutimi i saj u shtyi. Dhe tani që mendoj, a nuk duhet ishte afruar ekzekutimi i saj pasi në një farë mënyre ajo tentoi të vriste dikë tjetër. Në vitin 2012 Krista u përpoq të arratise, por duke qenë se plani nuk kishte avancuar kush e di se sa shumë, detajet nuk u bën publike. Gjykata kishte planifikuar një datë për ekzekutimin e saj në vitin 2020, por për shkak të Covid kjo gjë u shty dhe më pas u vendos një datë e re më 30 gusht të vitit 2023. Por në atë periudhë ndërhyn avokatët e saj duke thënë se mosha e saj e re dhe shëndeti i saj mendor në momentin kur kreu vrasjen duhet të ta kursejnë atë një farë mënyre nga ekzekutimi, pra nga dënimi me vdekje. Por kjo gjë nuk u pranua nga gjykata e lartë dhe që nga 21 maj i vitit 2024 akoma nuk ka një datë fikse për ekzekutimin e Kristës. Krista në burg është penduar për atë që ka bërë dhe një emision televiziv që ka marrë pjesë, siç ishin Gratë vrase ose Gratë në rreshtin e vdekjes, thotë që gjithçka që bëra atë natë e dija shumë mirë se çfarë po bëja. Ju si mendoni, Krista është penduar apo jo? Ma shkruani poshtë në komente po ose jo. Unë ju përshëndes dhe ne do të shihemi në videon tjetër. Deri atëherë, ciao ciao!